Me ngjyra buzëqeshje dhe zëra gëzimi ka nisur kampi veror në kishën e shëndohet në Tuzë. Me datën 18 qershor 2025, në orën 17, oborri i kishës u mbush me një numër të madh fëmijësh që me emocion dhe kurreshtje nisin ditën e parë të një aventure që do të zgjasë 4 ditë. Ky kamp tashmë i kthyer në traditë për shoqërinë, është një hapësirë për argëtim, është edhe një vend takim ku fëmijët lidhen me njëri tjetrin përmes lojës, lutjes, krijimtarisë dhe ndarjes së përvojave të bukura. Mes energjisë së pastër fëmijërore, frymës së bashkëpunimit dhe përkushtimit të animatorëve, dita e parë u karakterizuan nga një atmosferë ngrohtë, e gjallë dhe përplot gjallëri shpirtërore. Programi i kampit përfshin aktivitete të larmishme si bancët, momentet e lutjes, punishtet kreative dhe lojrat në grup, të gjitha me qëllim edukimi përmes gëzimit dhe bashkësisë. Frami Rashmarine, i cili është gjithmonë pranë të rinjve, theksoi rëndësinë e bashkimit dhe formimit të shpirtëror që ky kamp sjell për fëmijët. Kampi veror është një metodë e ka hershme që kisha ka nisë. Qëllimi i saj çka është? Bashkimi i fëmijëve që përmjet lojnave, lutjeve, punishtë ka më ndryshme, me të bëjë krijua ashtu na thon një kishë. Një kishë. Këtë vit në jubileun e kishës, edhe mesazhi është shtektar shpresë. Pra, ne jemi shtektarë në këtë botë, por ama shtektarë që kanë shpresë, cilën shpresë botës. E sigurisht se shpresojmë ta fëmija që janë të rritur në mendësi, kanë me kanë shpresë të ardhmes. Sa e rëndësishme është për ju që feja dhe argëtimi të bashkëjetojnë në aktivitete si ky kamp? Po, është shumë e rëndësishme, për arsye se besimi do të jetë në gëzim, do të jetë lumturi. E kur ka lumturi, po thon ka ana shpirtërore, sigurisht ka lumturi edhe ka ana sociale. Pra për mua është shumë e rëndësishme ndërthurja e besimit që është i gëzim shpirtëror, e gëzimi që është gëzimi shoqëror, ku fëmija bashkohen, rrinë së bashkut, kë nuk do të ndodhin vetëm për fëmijën, por do të ndodhin për trit e për gjitha moshat. Atëherë duhet të diellë se si e shihni këtë kamp si pjesë e misionit mes të rinjve. Po, është një mision i cili prapë na bën një farë unitetit kishit. Keni këta animatorë që janë trit, që të angazhohen, vinë kish, përgatisin sa kohë përpara, edhe e rëndësishme është jo vetëm për fëmijë, e rëndësishme për trit, që janë afër kishit. Pra, këto gëzime, këto bashkime ka një rëndësi shumë veçantë për kishën, për familjen tonë. Sa jeni të kënaqur me numrin e pjesëmarrësve, me numrin e fëmijëve që janë të interesuar të vinë në këto kampe? Po, jemi të kënaqur, ka më shumë fëmijë sigurisht, jam i kënaqur për numrin që është bashkuar. Sigurisht shumë edhe nuk dinë, nuk është ku mesazhi, shumë ndoshta edhe në pushime, por fëmijët e di se këtu vinë me shumë qejf, me shumë dëshirë, edhe prindit sjellin me shumë dëshirë për këtu. Keni një thirrje për ta? Le të bashkohemi, le të vinë fëmija afër kishit, afër Zotit, për arsye se Zoti njëtë e njerit është shumë i rëndësishëm, e Zoti do të jeni pjesë e jona që është fëmijët tonë, e të rritemi me besimin Zot. Pse? Besimin Zot sjell të njëri një gëzim vërtet, një shpresë vërtet. Kryetari i Këshillit të Rinisë, Mhill Camaj, theksoi rolin e të rinjve vullnetar që po japin një ndihmë të paçmuar për realizimin e këtij kampi. Përshëndetje, mirë se keni ardhur. Pjesë
Të jemi pjesë e këtij kampi është një privilegj shumë i madh për ne, sepse jemi rinia Shnano, cilin përfaqësojmë kishën e Tuzit, mundohemi që të organizojmë kampin çdo vit për fëmijë. Ky është kampi, si më thon tash, tradicional që përsëritet çdo vit. Këtë vit si mjet kemi organizuar 3 ditë, domethënë plus 4 të ndihë shëtije me fillim nga sot. Si ka qenë përgatitja për kampin veror të 3 vjeçëm? Përgatitjet, si më thon, janë edhe pak të zorshme, por edhe kur i bën njëri me dëshirat e na edhe dhe gjithçkan si që planifikojmë, atë na bëhet si edhe më shumë të vazhdojmë edhe më përpara. Duhet e di se cilat janë vlerat që përpiqeni t'u përcjellni fëmijëve gjatë këtyre ditëve. Vlerat janë lutja, besimi në Zot, bashkimi njëri me tjetrin, domethënë të duhen njëri me tjetrin, mos të kenë përçarje, të afrohen sa më shumë, po ashtu edhe të afrohen me animatorë, me famullit e kishës së Tuzit, se të dinë se kisha e Tuzit i ka dyert e hapuna gjithmonë për ta. Mirë, cila pjesë e ditës së sotme mendoni se do t'u pëlqejë më shumë fëmijëve dhe çfarë përfshin kjo ditë? Për fëmijë normal janë lojnat, cilat gjithë i preferojmë për atë punë, edhe i lëm në fund të kampit që pas lutjeve, punishtës, banceve edhe të gjitha këtyre të luajnë ata dhe të argëtohen edhe ata më shumë. Çfarë ju motivon të kontribuoni në aktivitete të tilla vullnetare? Motivimi është i jashtëzakonshëm. Këto janë shumë fëmijë të dashtën. Atë kur e shën njeri se munden me punu me ata fëmijë, janë edhe grupi animatorëve shumë perfekt, atë edhe kur është bashkëpunimi gjithçka mund realizohet. Duhet e di edhe se cilat janë pritshmëritë tuaja për ditët në vijim të kampit, por duhet të zbuloj se çfarë i pret fëmijët në ditët në vijim. Fëmijët i presin shumë, kanë lojnat ditën e tretë, që janë lojnat më të gëzueshme për këta fëmijë, se janë lojnat, si shnihet tash sa vite, dita e tretë lojnat me ujë. Domethënë aty gjithë fëmija lagen, kënaqen, vajnë qefin e vet. Presim sa më shumë fëmijë, edhe sot ishte një numër i madh, por shpresojmë se tjera ditë do të jenë edhe më shumë. Shëtia ka me kanë ditën e shtune, edhe kishim mi lutë të gjithë prindin si t'i bien fëmijët në Vidoj, në ora letë që t'ja fillojmë kampit ditën e shtune me 21. Animatorët të cilët janë vetë të rinj të zonës shprehen se ky angazhim është një mundësi për dashuri, përvojë dhe kujtimet që do të mbeten gjatë. Unë quhem Nora Ujkaj. Unë jam Lorenik Pralaj. Duhet të din nga ju se çfarë do të thotë për ju të jeni pjesë e këtij kampi si animator. Në kamp na fitojmë eksperiencë, edhe mirë që i kënaqen fëmijët edhe kanë bukur këtu. Fëmija angazhohen edhe marrin pjesë në loja ndryshme dhe kështu marrin pjesë edhe afrohen sa më afër kishës. Atëherë duhet të din nga ju se si kanë qenë përgatitjet, por edhe bashkëpunimi mes animatorëve. Na jem animatore të reja, por për këtë kohë jem përgatit për timet shumë mirë edhe janë ke provat fort bukur edhe janë ke mu kënaqë. Jeni të kënaqur edhe me bashkëpunim mes animatorëve? Po, shumë na pëlqej, janë shumë bukure me të tanë. Cila pjesë e ditës së sotme mendoni se do t'u pëlqejë më shumë fëmijëve? Pa i fëmijëve gjithmonë i pëlqejnë më shumë tit lojnat, se atër janë tonë bashkë edhe di që shumë kanë qef me dalë, me luaje. Përmendet që jeni animatore të reja, duhet të di se çfarë ju ka motivuar të kontribuoni në aktivitetet e tilla vullnetare. Na qysh dvoj jem pjesë e kampit veror edhe jem si fëmijë të ulë, gjithmonë na kanë pëlqyer animatorët e lojnat si kanë godit ata dhe ja ashtu të banë më u fut edhe të bajnë më angazhua, po më kyç. Gjithashtu edhe për mua, shumë tonë. Po pritshmëritë tuaja për ditët në vijim të kampit, gjithashtu edhe të zbulojmë se çfarë i pret fëmijët në ditët në vijim.
Fëmijët këtë ditë I presin për t'i marrë gjoja shumë të bukura. E fëmijëve si çdo fëmijë pëlqen gjoja ditën e mramit që janë gjojat me ujë. Mirë, po pritshmëritë tuaja cilat janë? Shpresojmë se gjithçka ka me kalua mirë, edhe se fëmija kanë me ka kënaqur, se kanë me pa bukur këtë ditë. Ndërkohë, fëmijët me një entuziazëm të sinqert treguan emocionet e ditës së parë. Mund të na prezantoheni? Mario Dreshaj. Albert Vulaj. Gregori Camaj. Atëherë djeman nga ju duhet të di se si ndiheni që jeni pjesë e këtij kampi. Ndihem shumë mirë se marr pjesë në këtë kamp. Po ashtu edhe unë ndihem shumë mirë se jam pjesë e këtij kampi që disa vite. Edhe unë ndihem shumë mirë dhe jam shumë I gëzuar. A është hera e parë që merr pjesë në kampin veror? Jo. Jo, tash 2-3 vite. Mirë, cili ka qenë momenti më I bukur për ty sot? Punishtja më shumë ti. Vizatimet. Edhe unë punishte. Dhe çfarë keni mësuar apo krijuar nga ato punishtet që përmendet? Kemi krijuar jubileun. Keni bërë miq të rinj sot? Po, Mirë, do merrni pjesë edhe ditët në vijim, dhe çfarë loja apo aktiviteti mezi prisni që të bëni? Lojrat me ujë. ditën që të kemi lojrat me ujë dhe futball. Po ashtu edhe unë lojrat me ujë. Anja Zaluzone, Elena Gojçaj. Në cilën klasë jeni? në 8-ën 2. Në 8-ën. Duhet të di se si ndiheni që jeni pjesë e këtij kampi. Shumë e kënaqur. Shumë mirë dhe I lumtur. Është hera e parë që jeni pjesë e këtij kampi veror? Jo, kam marrë pjesë edhe tjera herë. Për mua po. Dhe cili ka qenë momenti më I bukur deri tani? Për mua kërcimi. Kërcimin si të shtë. Momentalisht janë edhe punishte, duhet të di se çfarë keni mësuar apo punuar në këto punishte. Jemi duke e punuar kryqin. Mirë, do merrni pjesë edhe nesër, dhe çfarë loje ose aktiviteti mezi pritni që të bëni? Paj shetia edhe po do ma pjesë. Seri shkërcimi dhe po do të marrë. Keni një mesazh për të gjithë shoqet apo shoqet që ndoshta nuk janë pjesë e këtij kampi? Dhe marrën pjesë dhe të bëjnë si jëf. Kënaqni. Mirëdita, unë quhem Liridona Sinishtaj. Unë quhem Dionis Staner. Unë quhem Tadeo Junçaj. Në cilën klasë jeni? Unë jam në klasën e 5. Në klasën e 5. Në klasën e 5. Është hera e parë që merrni pjesë në kampin veror? Jo, Jo, kam marrë edhe tjera herë. Dhe si ndihesh që je pjesë e këtij kampi? Ndjehem shumë krenare dhe shumë bukur. Shumë mirë. shkëlqyeshëm. Cilat lojrat e kanë pëlqyer më së shumti gjatë ditës së sotme? Për me I rregulla senet, për me godit si punime. Pa e hala s'kem luaj shumë lojna, veç I luaj. Veç me vizatu, adin. Të gjitha. Mirë, keni bërë miq të rinj sot? Po. Dhe do merrni pjesë edhe në ditët në vijim, dhe është një aktivitet apo lojra që mezi prisni t'i bëni ato? Po. Me luaj me topa, mu lag. Duhet të di, Albana, se si ndihesh që je pjesë e këtij kampi veror? Shumë mirë.
Kampi vazhdon edhe në 3 ditët në vijim, ku nuk do të mungojnë momentet e lutjes, argëtimit dhe shëtitjes në natyrë, gjithmonë në përkujdesjen e animatorëve dhe përkushtimit të organizatorëve.